5, 4, 3, 2, 1, po shkoj. Kosova e kaloi këtë javë në nreshje të vazhdueshme dhe intenzive të shiut, të cilat shkaktuan vërshime të shiut kudo dhe dëme në disa zona. Pasojat u pan kudo: lagjet përmbytura, shtëpi të prekura dhe qarkullimi paralizuar në shumë rrugë. Kjo situatë e rindezi dhe debatin nëse këto përmbytje janë thjesht si rezultat i kushteve atmosferike të papërshtatshme apo edhe si shkak i mungesës së planifikimit dhe mirëmbajtjes infrastrukturore. Në këtë epizod të podcastit 5 pyetje do të flasim me Tahir Ahmetin, njohës i menaxhimit të emergjencave, në lidhje me atë se pse Kosova po përballet kaq shpesh me vëshimet dhe se çfarë duhet të bëjnë qytetarët që të mbrohen nga vëshime të tilla kur rreziku troket në derë. Përshëndetje zotri Ahmeti dhe mirë se erdhët në podcastin ton 5 pyetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë, siç e thash, Kosova kaloi një javë të rëndë sa i përket vërshimeve në shumë pjesë të vendit. A ka një shpjegim, zotri Ahmeti, pse kaq shpesh vërshohet Kosova nga rreshjet e shiut? A është veç për shkak të motit, të çështjeve atmosferike, apo edhe të problemeve në infrastrukturën e lumenjve ose të qarkullimit të urave të zeza? Po kohëve të fundit kemi pas vërtet një gjendje mjaft emergjence në mbar territorin e Kosovës. Kemi pas situatë të themi kaotike në shumë komuna. Vërshime kanë përfshirë një pjesë të madhe të Kosovës, duke shkaktuar kështu dëme të konsiderueshme, pastaj duke rrezikuar jetën e qytetarëve, pronës edhe infrastrukturën kritike. E gjithë kjo ka bërë situatën alarmante të themi, andaj disa komuna ditëve të fundit apo kohëve të fundit kanë shpallur edhe gjendje të jashtëzakonshme, ndërsa shumë komuna të tjera janë në gjendje emergjente, duke u marrë me pasojat e këtyre vërshimeve të cilat kanë tejkaluar masën e vërshimeve. Duhet të theksuar se vërshimet janë fatkeqësi natyrore, si të tilla ne e dimë se nuk mund të ndalen, mirë po gjithsesi që institucionet gjithmonë duhet të punojnë në mënyrë që kur të kemi kësi vërshime, pasojat të jenë sa më të vogla, qoftë në infrastruktura, qoftë në prona të ndryshme apo çka është më rëndësishme atë mos ketë lëndime tek njerëzit. Fatmirësisht gjatë këtyre vërshimeve të fundit deri më tani nuk kemi pasur humbje të jetës për qytetarëve, mirë po dëmet janë të konsiderueshme. Kur jemi A ishte problem veç moti, zotri Ahmeti? Po sigurisht një ndër faktorët që ndikojnë në këto vërshime është edhe ndryshimet klimatike, që kanë bërë që tani të kemi të rreshura mjaft të mëdha dhe që të shkaktojnë vërshime. Mirë, por nuk është vetëm moti si shkaktor, por hyn një sër faktorësh të ndryshëm, siç janë për edhe dora e njerëzit, siç e thekët edhe ju më herët. Në këtë rast janë urbanizmi i pakontrolluar, ndërtimet e pakontrolluara që ndodhin në zonat urbane, qoftë afër vendeve të rrezikshme, pastaj mos pastrimi apo mos mirëmbajtja e rrjetit të lumenjve për rrotëka të ndryshme, pastaj në vendet urbane mos mirëmbajtja e rrjetit nëntoksor, kur jemi të çështja nëntoksore të mund të themi të çështja e kanalizimeve, pastaj çështja e ujërave nëntoksore, gjithsesi që edhe në vendet urbane në masë të madhe nuk mirëmbahen sa duhet edhe këto posetat që janë të vendosura në rrugë, që janë të dedikuara për të mbledhur ujin e tepër kur kemi sasi të madhe të rreshurave në vend. Për të kaluar pyetjen e dytë, zotri Ahmeti, përveç këtyre që i përmendët, cilat janë ndoshta dështimet kryesore institucionalisht të Kosovës për shkak që përmbytjet po bëhen vazhdimisht cënueshme për shtetin? Po përmbytjet po bëhen cënueshme dhe ne apo mund të themi institucionet dhe shteti po merret zakonisht me pasojat dhe nuk po merret me shkaqjet e këtyre vërshimeve. Duhet që të bëhet një vlerësim i rrezikut dhe të shikohet pse po ndodhin këto vërshime dhe sa që po kemi të rresha më të mëdha, sepse ne e thamë më herë nuk mund të ndalojmë këto të rresha apo fatkeqësi natyrore, mirë po gjithsesi që duhet të punojmë që pasojat të jenë sa më të vogla. Kur them për të punojmë, atëherë duhet që kur nuk kemi vërshime dhe gjatë kohës së ndryshme të institucione, qoftë ato lokale apo ato qendrore, të bëjnë pastrimin e lumenjve, pastaj pastrimin e rrotëkave të ndryshme në vendet rurale, ndërsa në vendet urbane apo në qytete të mirëmbahet infrastruktura nëntoksore si dhe të pastruan ato posetat që janë mjaft të rëndësishme, sepse pastaj po kemi vërshime dhe ujë po del jashtë kontrollit duke përmbytur lagjet e tjera dhe përveç dëmeve që po shkaktohen jashtëzakonisht po rrezikon edhe jetën e qytetarëve.
Tek pjesa e gatishmërisë ose tek pjesa e institucioneve të vendit, Kosova ka disa strategji sa i përket fatkeqësive qoftë natyrore, qoftë të rreziqeve të tjera që mund t'i vinë sigurisë kombëtare. Sa është e përfshirë çështja e vërshimeve dhe si trajtohet në strategjinë kombëtare të sigurisë ose në atë të fatkeqësive natyrore? Po sigurisht në planin e reagimit kombëtar janë edhe fatkeqësitë natyrore të përfshira në plan që të mjaft rëndësishme në këtë kuadër edhe vërshimet janë të përfshira në planin e reagimit kombëtar. Me vetë faktin atëherë kur vërshimet cenojnë, bllokojnë rrugët, pastaj cenojnë linjat toksore, pastaj urat e ndryshme, cenojnë rrjetin energjetik, spitalet, emergjenca dhe gjitha këtu, atëherë vetvetijo që është edhe rrezik për sigurinë kombëtare. Pra, përmendëm vetësi element që janë rrezik apo ka një trajtim se si paradalohet? Kjo është e shkruar në planin e reagimit kombëtar, se nëse këto fatkeqësitë natyrore prekin këto që i thash, atëherë vetvetijet edhe cenohet integriteti apo cenohet reagimi kombëtar duhet të hyjë në funksion, sepse gjitha këto hyjnë pastaj infrastruktura kritike mund të cenohet dhe është e shënuar qartë në planin e reagimit kombëtar që duhet që përmes të agjencionit të menaxhimit të emergjencave të bëhet që është institucion i thirrur për këtë punë në kuadrin e Ministrisë së Punëve të Mëshme, të cilët bëjnë parandalimin, pastaj bëjnë edhe vlerësimin e rrezikut, si dhe e bëjnë vlerësimin që të mund të kur të kemi këto fatkeqësi natyrore, në këtë rast edhe vëshime, pasojat të jenë duke minimizuar pasojat të jenë sa më të vogla në vend. Në pyetjen e tretë të Ahmetit flasim pak për pjesën e qytetarëve, sepse gjithë shohim që ka raste kur ekipet emergjence dalin aty janë në ndihmë, por çfarë masa konkrete duhet marrë ndoshta secili qytetar, secila familje për të mbrojtur veten kur përballet me një situatë të tillë? Çka të bëj mas pari kur sheh që uji po i afrohet të borrit dhe shtëpisë? Në këtë rast, si çështje shumë e rëndësishme është informimi. Dhe këtë informim sipas ligjit duhet ta bëjë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Domthonë informimi paraprak kur kemi ndryshime hidrometeorologjike, atëherë instituti duhet të dalë me deklaratë zyrtare dhe të lajmërojë institucione të tjera, qoftë ato komunale apo ato qendrore, në mënyrë që pastaj këto gjitha së bashku të bëjnë informimin e qytetarëve se mund të vijë deri te rreziku i përmbytjeve apo i vërshimeve për shkak të rreshërave, qoftë përmes mjeteve të informimit, portaleve të ndryshme apo rrjeteve sociale, në mënyrë që këto informata të plotësohen te qytetarët. Dhe qytetarët kur të kenë këto informata, atë duhet që sadopak të marrin disa masa paraprake, qoftë pastrimi nëse janë afër zonave të ndonjë përrocë ka probleme pastrimi i tyre, pastaj nëse veç e shohin që mund të ketë vërshime të mëdha për vendosja e thasëve më rënë në pjesë të poshtme, sepse vërshimi ndodhen në pjesë të poshtme, pastaj ndalja e elektricitetit se mos të shkaktoj dëmë mjaft të mëdha dhe pajisje të ndryshme nëse ka mundësi, gjithmonë kjo është nëse është e mundshme, pajisjet elektrike të vendosen në pjesë të jepërme, si dhe vetë ata mos janë kontakt me ujin, sepse atë mund të prishin, si dhe vetë qytetarët duhet që të mundohen kur kemi kësi raste që sa më shumë të ndihmojnë fëmijët dhe pleqët që janë më të atakuar dhe të jenë në pjesë të jepër, asesi nuk duhet që veç kur fillojnë vërshimet dhe kur kemi vërshime të mëdha, të mundohen të ecin nëpër ujë apo me makina, sepse edhe një rreshje apo një e madhe e ujit mund të merr dhe mund të rrezikojë edhe vetë jetën e tyre. Cilat janë gabimet ndoshta zotri Ahmeti që zakonisht qytetarët ose familjet i bëjnë raste të tilla, ndoshta edhe nga mos vetdia për rrezikun? Sigurisht se më pikë parë duhet që qytetarët të mos bëjnë panik dhe të mundohen të marrin qetësinë, sepse kur kemi kësi vërshime atëherë zakonisht gabimet bëhen më së shumti për shkak të panikut të tyre. Atë gabimet janë, si e thash edhe më herët, se nuk do bën asesi që të do veç kur fillojnë vërshimet dhe uji është i rrëmbyshëm, nuk bën të dalin jashtë sepse mund të rrezikohet jashtëzakonisht jeta aty. Kemi pasur raste në të kaluar që kemi pasur fatkeqësisht edhe humbje të jetës së njerëzve. Pastaj e përmenda këtë me elektricitetin dhe me pajisjet. Duhet dalin jashtë ke fjalën në mënyrë vetanake. Në mënyrë vetanake. Kur të vijë që ndihmojnë për dalë në shtëpi. Gjithsesi që duhet pritur ekipet emergjente të lajmërohet sa më parë në numrin 112 ekipet emergjente dhe të presin ndihmën nga ata dhe thash më herët se të ndihmohen se më të rrezikuar në këtë proces janë fëmijët dhe pleqët dhe ata duhet që sa më shumë të ndihmojnë, mirë po aq sa të mos rrezikohet jeta juaj.
dhe edhe kjo që e thash për pastrim të prockave apo rrethoborët nëse ka diçka sepse ne e dimë se paraprakisht ku mund të rrezikohemi. Gjitha familjet e dinë se ku jetojnë dhe çka mund të rrezikojmë. Duhet sikur në çështje se edhe qytetarët mbajnë një dozë të përgjegjësisë në këtë aspekt sepse hudhja me tyrinave apo gjëra të ndryshme në Rrocka, në Lumenj është një ndër shkaktarët që i shkakton këto vërshime, sepse aty rrjedhja e ujit mbyll dhe uji nuk mund të qarkullojë gjatë nëpër Lumenj dhe Rrocka dhe del jashtë shtratit, kështu që vetë qytetarët rrezikohen nga këto fenomene. Kjo është ndoshta arsyeja kryesore që nuk duhet të ndotim Lumenj, sepse po i rrezikojmë vetës më pas mirëqenien jetën. Përveç që ndotim Lumenj dhe degradojmë natyrën dhe ambientin, atëherë po i bëjmë dëm edhe vetës dhe po rrezikojmë në faktikisht jetën. Po vjen ku lumi po i kthen gjithë lehrat që kemi natyra i kthen të gjitha sepse me të vërtetë është degraduar natyra, jo vetëm me këtë, po është degraduar edhe me eksploatimin e zhavurit apo nëpër rrjedhët e Lumenjve dhe ka prishur edhe shtratet e Lumenjve nëpër shumë Lumenj, pastaj edhe hudhja këtyre mbeturinave dhe duhet që edhe qytetarët të informohen për këtë shkak dhe institucionet duhet që të bëjnë edhe fushata vetëdijsuese dhe të informojnë qytetarët se me këtë veprim përveç që pendotin natyrën, ata po rrezikojnë edhe të pronat e tyre, ekonomitë familjare, por çka është më e rëndësishme, po rrezikojnë edhe vetë jetën e tyre. Në pyetjen e katërt, marr parasysh që përmbytjet po ndodhin pothuajse çdo vjesht pranverë në Kosovë. A duhet ketë çdo familje një plan emergjence se si të reagojë në situata të tilla? Po sigurisht, kjo bëhet edhe me... A duhet këtë ndoshta institucionalisht një plan, një shablon që mund të jepet familjeve? Institucionet gjithmonë duhet që të informojnë qytetarët, jo vetëm për vështrimet, por për gjitha fatkeqësitë natyrore, sepse mendoj se si shoqëri jemi pak të informuar me fatkeqësitë natyrore dhe me ndodhjen e tyre, jo vetëm për vështrime, por për zjarre të ndryshme, për tërmete të ndryshme, kemi pasur era të ndryshme shpesh që kanë rrezikuar jetën, andaj duhet që të bëhen edhe fushata vetëdijsuese, sensibilizuese, informuese për qytetarët në mënyrë që siç e thotë qytetarët të paktën të jenë në ndjeni të vogël, të them, për këto rreziqe që vijnë qoftë nga vështrimet apo nga këto fatkeqësi tjera që i përmenda, dhe edhe ata duhet që të dinë si të mbrohen, si të veprojnë dhe në rast ndonjë fatkeqësie, për shembull të caktojnë kur janë në shtëpi të caktojnë në pikë grumbulluese të gjithë anëtarëve, që një çështje shumë e thjeshtë të caktohet një pikë grumbulluese në mënyrë të sigurt, ku është për shembull kur kemi vështrime duhet të caktohet në pjesën e epërme të shtëpisë nëse ka ose të ndërtesës, në mënyrë që të dinë se janë të gjithë aty dhe pastaj prej aty të intervenojnë ose të thirrën institucionet për ndihmë. Pra, caktimi në pikë grumbulluese për gjithë anëtarët mund të ishte ndër një shenjë pozitive që si të mbrohemi. Sigurojnë ndoshta paraprakisht ujë, gjëra ushqimore apo mund të sigloj kjo pak panik? Nuk është panik, është duhet të sigurojnë ujë, duhet të sigurojnë kur kanë informata për to, duhet të sigurojnë ujin. Sepse uji i pijshëm është ndoshta problemi kryesor. Duhet të sigurojnë lampa elektrike, duhet të sigurojnë mbushës për celularin, sepse është i rëndësishëm për shkak të duhet që të jenë në komunikimit. Pastaj duhet që të kenë edhe pajisje emergjente, çanta emergjente për çdo eventualitet. Çdo shtëpi duhet të ketë në rast të ndonjë lëndimi atëherë që të mund të jepet ndihmë para aty para aty. Pra gjitha këto nuk kanë çështje paniku, por çështje që duhet me vërtet qytetarët të ndërmarrin për shkak se është për të mirën e tyre dhe për sigurinë e tyre. Te këto elementet që duhet të ketë parasysh çdo qytetar para përmbytjeve ose para fatkeqësive të tilla, a duhet të ketë parasysh edhe ku po zgjedh lokacionin të ndërtoj një banim të ri, sepse nëse flasim me prindrit, me gjeneratat më të vjetra, tregojmë për zona të caktuara të Kosovës që gjithmonë janë vërshuar, pra thonë gjithmonë aty e ka marrë ujë, është kjo shpreha që thonë të moshuarit, dhe kemi zona të tilla që sot janë shndruar në zona banimi. A është ky një gabim apo në fillim të pyetjes si një ndër shkaqet e vëshimeve e përmenda që nuk janë vetëm shira të rrëmbëshëm që bien, por janë edhe këto degradimi i urbanizmit. Nuk ka pas një planifikim, pra degradimi i urbanizmit, ndërtimi pa kontrolluar, ndërtimi në zona të rrezikuara, sepse ekzistojnë disa zona që janë në plan që nuk guxon të ndërtohet aty qoftë afër lumenjve, qoftë afër urave të ndryshme, por kjo mas të madhe është degraduar të ne, dhe andaj edhe po kemi ndërtimi mirë, po unë e lexova më herë se shumë prej shtëpive që janë të ndërtuara, që janë të vëshuara, nuk kanë edhe as leje të ndërtimit.
Edhe kjo Që bjen shtëpi të reja, të ndërtuara në 10-15 vite shtëpi të reja të ndërtuara nuk kanë leje të ndërtimit dhe janë ndërtuar domethënë pa miratimin apo pa të ndryshme të institucioneve, por kjo ka bërë që të kemi vështrime dhe të rrezikohet vetë jeta e tyre. Pra, edhe kjo është një ndër shkaktarët e këtyre vështrimeve, siç e tham, pra degradimi i urbanizmit dhe mos ndërtimi i këtyre shtëpive me plan apo sipas standardeve. Dhe në pyetjen e fundit, zotri Ahmeti, e dim që fuqia e natyrës është më e madhe se sa e njeriut dhe dikush mund thotë s'mund të ndalësh shiun as vërshimet, por a ka diçka që mund bëj shteti për të parandalu përmbytjet nga vërshimet e shiut? Fuqia natyrore nuk mund ndalësh, është shumë e vërtetë dhe fatkeqësitë natyrore. Pra mund të shpëtojmë përmbytjeve, ndoshta me mekanizma shtetëror, me hapa paraprakshme. Të jemi të sinqert, përmbytjet nuk ndodhen vetëm te ne. Ne kemi pas raste të shumta që shtete shumë më të zhvilluara kanë pas përmbytje të mëdha. Nëse mbaj mend Gjermaninë para disa viteve, që është një nga shtetet më të zhvilluara në Evropë, ka pas përmbytje të përmasave shumë të mëdha dhe ka pas me qindra të vdekur. Pra është fatkeqësi natyrore e cila nuk mund të parandalohet. Mirë, po ne mund të bëjmë investime të duhura, apo mund të bëjmë masat e duhura paraprakisht, që këto pasojat të minimizohen. Për atë e minimizohen pasojat kur të ndodhin fatkeqësitë natyrore, në këtë rast jemi të folë për vërshimet. E thash më herët se institucionet gjithmonë duhet të bëjnë planin e vlerësimit të rrezikut. Dhe edhe me ligj çdo komunë është e obliguar që të ketë dokumentin e vlerësimit të rrezikut, dhe çka i bën kjo? I bën se në atë vlerësim të rrezikut të dihet se cilat zona rrezikohen qoftë nga vërshimet, qoftë nga tërmetet. Pra duhet se secila komunë të ketë atë plan dhe në bazë të atij plani të intervenohet në ato vende, qoftë në pastrimin e atyre që i përmendëm më herët, mos i përsërisim, apo qoftë edhe në ndonjë investim tjetër, në mënyrë që nëse ndodhin dhe kemi përmasa më të mëdha, atëherë të kemi sa më pak dëmë dhe të minimizohet pasojat qoftë në ekonomi familjare, në prona, në fusha bujqësore, apo çka është më rëndësishme, mos të rrezikohet jeta e njerëzve. Zotri Ahmeti, faleminderit shumë për bisedën në episodin e sotëm të podcastit. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky podcasti 5 pyetje me temën sa i përket vërshimeve, pasojave të tyre që shkaktuan Kosovë dhe sa e si mund të parandalohen të njëjtat. Shihemi e dëgjohemi të shtunën e radhës. Faleminderit.